Mbështetjet i idesë telës janë shumë, për shembull më shkruajnë, kjo protestë me kuvend nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë thotë. Mos din ndonjë rast tjetër në botë. Gjitha protestat janë me organizim. Janë me organizim. Përdoret fjala kuvend, përdoret një fjalë tjetër. Po organizimi ka qenë përpara se të nisë protesta në ato të tjerat. Prandaj po thoja, protestën e nis një sindikat, e nis një grupim dhe me njerëzit. Sindikatat ka 30 vjet që nuk ekzistojnë në Shqipëri. Se tela tha erë në kaluar shumë konkret, erë në kaluar tha zonjusha po ta thotë qartazi, zoti Çipi, që thirrja se mos e merrni këtë protestën dhe e futni në zyrë. Po të thoja krahasimin me protestat të tjera. Po të thoja krahasimin me protestat e tjera. Pra protestat e tjera në çdo fond të botës. Pra mblidhen traktoristët dhe do bëjnë protestë për traktorët. Në rregull, kanë një sindikat ata që organizojnë. Në rastin konkret në Shqipëri, Kastriot, protesta nuk lindi nga një grupim politik sindikalist, nga një personazh publik që ta thriste dhe u zgjerua protesta. Kemi një protestë të cilës nuk i dim kokën dhe tash një grup njerëzish duhet jemi ne koka, duhet krijojmë një kuvend i cili të jetë koka protestë. Tani jam jep të drejtë të flas mua. Shqip po flasin. Jemi vetëm në fazën e organizimit. Zonjush po ta thot që kemi qenë 3 vetë që kemi bërë thirrjen e parë për protestë. Dakor? Po iku ajo, e dim. Është fakti pa mohueshëm se mohon askush këtë gjë dhe kapelen të 3-ve që e kanë nisur. Shumë i e dim atë. Tani çështja është kjo. Ajo po thot në këtë studio që nuk është kundër kuvendit, vetëm ti e kundër kuvendit në këtë studion e sotshme, mos më fol për javën e kaluar, e para, dhe e dyta po të thotë që protesta në këtë moment që jemi nuk ka përfaqësim. Nuk ka një grup të legjitimuar për ta përfaqësuar. Ka një grup organizator. Prandaj jeton protesta, tani se ka vetëm një grup organizator. Po thotë nuk ka legitimitet, ti thua jo ka. Ka një grup organizator, thash Kastriot, fal të cilit ajo protestë jeton. Unë nuk e di se si do jetë ajo protestë nëse do krijojë një kuvend. Kjo është pyetja. Po pranoj skenarin tënd. Ka një grup organizator, megjithatë vetë nuk e quajnë veten organizator. Nëse bëhet kuvendi dhe përfshihen të gjithë këta organizatorët plus edhe një 10.000 të tjerë, ku është e keqja? Nuk ka të keqe, nëse bien të gjithë dakord po thoja nuk ka të keqe, por ka një grup që nuk është dakord, këtë po të them Kastriot. Po mirë do ta vendosin numrat pastaj nëse ka dikush që nuk është dakord. Kush do e vendosi? Numrat më. Nëse idenë e kuvendit e mbështesin 10.000 vet dhe nuk e mbështesin 200 vet, kuvendi do bëhet. Ata 200 nuk do futen. E drejta e tyre, kaq. Do kishin rënë dakord po të ishin këto numra. Po kam përshtypjen që janë këto numra, prandaj kundërshtojnë. Po mirë më të na thrasi Rakipi me numrat që mendon ti që janë dhe diskutojmë, debatojmë. Ktu s'po del njëri kundër, me këtë debatoj unë. Vetëm ti, hajde ti në panel vlla, dil ti argumentoje pse s'duhet të ketë kuvend. Po Kastriot, nuk po them që jam kundër, po të them që mënyra se si keni organizuar, pra është ngritur një grup pune, është futur në një kat hoteli dhe bëjnë fjalime me njëri tjetrin se si ta organizojmë protestën, si ta zgjerojmë, si të thrasim njerëzit, është në kundërshtim me parimin që protesta është duke zhvilluar në rrugë, në shesh. Kuvendi, nëse do ishte, mund të ishte në shesh, po s'mund t'jetë kuvendi, del dikush me mikrofon, thot, jeni dakord për kuvend? Po mirë, të pyes unë ty, zoti Tela, Partia Demokratike lindi nga protesta studentore në 90-s? Po ç'lidhje ka kjo? Ka shumë lidhje. Ç'lidhje ka më? Po ja për ta treguar unë lidhjen. Ku u bë statuti në sheshin Demokracia me 30.000 student përballë? Ç'lidhje ka ky krahasimi Kastriot? Po tani qofse se kupton ti paralelin, paralelja është shumë e qartë. Ska lidhje. Paralelja është shumë e qartë. Ska lidhje. Të gjithë bashkëbiseduesit në studio bien dakord që duhet të ketë organizim. Mendoj zoti Çipi të ikim nga ky moment dhe të bëjmë 2-3 pyetje tjera sepse ne nuk e ndryshojmë dot. Si mendon zoti Çipi, si mendon Tela, si mendon gjithë kanë mendimin e vet dhe janë të lirë të mendojnë secili. Pastaj heterogeniteti që ka kjo protestë, sa që heterogjene sa mendimet këto janë mendime serioze që po përmendim ne këtu. Edhe mendimi për një institucionalizim edhe mendimi për jo institucionalizim, po aty ka gjëra të tjera që duhen dhe për këtë shkak ndoshta duhet institucionalizimi. Që të mos ketë bëllë gjë të panumërta. Tani shkurt secili si e mendoni ju, si ka qenë reagimi i Ramës ndaj protestës? Si e ka menaxhuar ai? Ago ti si e sheh këtë gjë? Ai është shumë i lodhur. Lodhur duket tuati? I kryeministri i lodhur, po jo se e lodhi protesta, ai erdhi i lodhur. Erdhi thua. Ai erdhi i lodhur sepse ai nuk ka punuar asnjë ditë për të bërë gjëra të mira. Ai ka krijuar
bandat e veta, si që ke thënë një artist, pa ne ka marrë në studio të juve. Se i ke thënë njëherë në studio, keni krijuar bandat dhe ja ku erdhi dita që ajetanë të lodhur nga vetja e tyre, ata po hanë veten e tyre dhe protesta e shumë herë para tyre. Dhe ata në ajo janë të tmerruar me protestën. Qartë. Si mendoni? Rama, menaxhimin që ka bërë? Po më pyet mua. Po, me radhë. Rama po bën atë që ditë bëjmë mirë dhe po e bën për standardin e vetë shumë mirë. Problemi është se ka të pamundur të shpëtojë veten, sepse zullumi është trashur shumë. Ai ka 28 vjet në politik, 28 vjet histori korrupsioni. Tashmë nuk ka njeri, as ata që e votojnë, nuk të thonë që Rama është i pakorruptuar, po të thonë s'ka më të mirë ose të thonë alternativa është Berisha, unë s'votoj Berishën. Protesta ja ka hequr tullën e fundit të dy dhe si Ramën si Berishës, pikërisht sepse ka thënë që Shqipëria ka një rrugë të tretë, as majtas as djathtas, por drejt. Shqipëria duhet shkojë drejt. Dhe unë jam i bindur që kjo nuk i konvenon, nuk i vjen përmbar as Ramës as Berishës. Të dy shohin fundin e tyre politik. Reagimi ti ka kalu nga viktimizimit e kërcënimi, nga luftimi i protestuzve, konspiracioni sa ata janë agent, në kërkesën për dialog dhe nevojën për të identifiku si protestuz. Së fundmi ndryshoj edhe foton e profilit, kërkon të vetë identifikohet si një flamingo. Gjatë gjithë kohës flet me turme në këtë mënyrë, ju thot, unë jam një prej jush, por ju jeni, pastaj thot, ju jeni të shitur, ju jeni agent, unë mund t'ju asgjith problemet, po problemet tuja nuk qëndrojnë, projekti do vazhdoj, por do e rishikojmë ligjin, pra gjatë gjithë kohës është kalon sa nga një ekstrem të një tjetër, edhe dukshëm kësaj radhe nuk po i ngjisin argumentet dhe nuk po arrin ta ndaj turmen. Pozitë vështirë tani, temi realisht është pozitë vështirë. Është një pozitë vështirë dhe unë jam që ka bërë në gjenë më të mirë që ti të bëj, jam me qipin dhe unë të kjo ide jam. A i do të t'ishte në protest, do në tjetë një flamingo, po është probleme... Tjetë dhe vetë aty thua. Po është probleme se ne po kërkojmë që a i t'largohet. Gjithmonë ka dashur të dhe diti përpjekje për të bërë gjerat që bëjnë tjerët. Tani, po... Unë mendoj që ati ka ardhur fundi. Beson? Por, fundi do të përfundoj keq, apo do të di që të dali si doli Ramizi, për shembull. Se dhe Ramizi, kur erdhen në protestat, se mbante dot me, po, se mbante dot me, pse era Ramizi? Pse ai kishte gjithë pushtetet? Pse i la studentët?